në këtë edicion do të ndiqni. Dështon sërish zgjedhja e kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Qytetarët shfrytëzojnë hapësirat e lumit Drin për të relaksuar, por harrojnë t'i largojnë beturinat kur largohen. Në kinema Hyri e Hana shfaqet premiera e komedisë shqiptare Luli dhe Goni Lemos. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës janë mbledhur sot për të zgjedhur kryeparlamentarin e Kuvendit. Seanca filloi 40 minuta me vonesë dhe përfundoi ende pa filluar mirë. Kushtetuta e Kosovës nuk e përcakton ndonjë afat se brenda sa ditësh apo muajsh pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve apo pas betimit të deputetëve duhet të konstituohet Kuvendi. Seanca konstituive e ndërprer 3 herë brenda më pak se një jave, filloi sot me 40 minuta vonesë. Pike e rendit të ditës ishte zgjedhja kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Mirë po, përveç kësaj, në rendite ishte edhe emërimi i 5 nënkryetarëve. E në nderim të Papa Franceskut, seanca nisi me 1 minutë heshtje. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauko Njufca, tha se partia e tyre propozon sërish për kryetarët të Kuvendit deputetën Albulena Haxhiu. Mirë po, pasi Haxhiu nuk ka marrë 61 vota në seancën e kaluar, ai kërkoi marrëveshje me partitë të tjera politike për çështjen e kryetarit të Kuvendit. Lëvizja Vetëvendosje padyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulena Haxhiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi po që të gjitha subjektet politike që dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, mendoj që kjo situatë politike nuk mund zgjidhet përveç me një marrëveshje politike. Pa krimin e një mazhorance këtu në Kuvend për kryetarin e Kuvendit nuk do të mund të themelohet vetë Kuvendi. Mirë po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetar. Ndërkohë, Avni Dehari, kryesuesi i seancës, pas kësaj ndërpreu seancën e sotme dhe shtyu atë për të mërkurën në orën 10. E për ndonjë afat se brenda sa ditësh apo muajsh pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve apo pas betimit të deputetëve duhet të konstituohet Kuvendi, nuk e përcakton as Kushtetuta e Kosovës. Shumë qytetarë shfrytëzuan gjelbërimin buzë lumit Drin për të shijuar vikendin, por lanë pas shumë beturina në hapësirën publike të shfrytëzuar. Këto shprehi i kundërshtuan disa nga qytetarët e takuar sot. Lumi Drin vazhdon të jetë një ndër vendet më të preferuara për qytetarët gjatë vikendeve. Shumë familje dhe të rinj shfrytëzojnë hapësirat pranë lumit për piknik, pushim dhe freskim. Megjithatë, pas çdo fundjave, ajo që mbetet janë grumbujt e mbeturinave që hedhen pa kujdes në natyrë. 2 nga qytetarët që takuam sot shprehen shqetësimin e tyre për këtë zakon as pak të mirë. Ata thonë se nuk është e drejtë që të shfrytëzohen brigjet e lumit për relaks e pastaj të mos pastrohet hapësira e shfrytëzuar. Sa herë që kemi ardhur dhe kemi shfrytëzuar dhe kemi pa që ka pas mbeturina, gjatë ditëve dhe bëj apel normal që sa herë që të vinë me shfrytëzu vikendin, ajrin e pastër, gjelbrimin e lumit Drin, domethënë ta mbajnë pastër dhe mirë dhe normal të kujdesin secili për mbeturinat e tyre që të mos e lëjnë edhe ambientin e ndotur. Kështu që përpas ditëve vikendit na sot jemi ardhur ditën e hënë me shfrytëzu, pas është ditë pushimi dhe për shoh që vende ka ende vende të ndotura me mbeturina. Të them drejtën, një thesor zakonisht i madh na ka mbetur edhe lumi Dri. Edhe na ka mbetur një mundësi e mirë që na spaku në kohët piknikit edhe në kohët të pushimeve që i kemi, marrë me frekventu këtë natyrë edhe këtë vend jashtëzakonisht bukur. Po, siç po shihni edhe ju, një dielle si dalin qytetarët, jashtëzakonisht shumë mbeturina po lënë dhe jashtëzakonisht nuk po na lën hapësirë që ne që vijmë frekuentojmë edhe në ditët e pushimit kemi një mundësi të mirë ta realizojmë një piknik të këndshëm.
Pra po shifni edhe ju vetë, është një mundësi e mirë që spaku secili me vete ta ketë nga një thes që t'i mbledh ato mbetorinat të cilat i krijon brenda asaj kuos sa qëndron këtu. Pra kjo është një mundësi e mirë që ne ta ruajmë edhe ta shfrytëzojmë këtë hapësirë fenomenale që kemi në komunën Gjakovës. Përkundër bukurisë natyrore që ofron kjo zonë, pakujdesia ndaj ambientit e disa individëve po kthehet në një shqetësim të madh. Qytetarët që frekuentojnë lumin shpesh lën pas vete shishe plastike, qese, mbetje ushqimore dhe sende të tjera, duke rrezikuar kështu ambientin përgjatë gjithë shtratit të lumit, por edhe vetë lumin. Produkte pa fund u pan të janë ekspozuar sot në tregun e madh në Paralagjen Dardania. Tregtarët thonë se vazhdimisht bëjnë oferta promovuese në çmime, por mungojnë blerësit, ndërkohë këta të fundit ankohen se çmimet kanë pësuar rritje. Tregu në lagjen Dardania këtë hënë ishte i mbushur me tregtarë dhe blerës, aty u pan të janë ekspozuar produkte të ndryshme, duke filluar nga mobiljet, punimet artizanale, veçmbathjet e plot gjësende tjera. Njërin nga tregtarët tha për televizionin ton se këtë vit ka më pak blerës krahasuar me vitet e shkuara. Kove, si vjeto pak ma likës, po pja dolmi disi. Me çmime qysheni, a ka Me çmime rritje? Jo, rritje veç britje ka pak, po apet po dolmi disysh. Ndërkohë një tjetër tregtar që shet fara për mbjellje u shpreh se nuk është i kënaqur me shitjet, sipas tij çmimet janë të arsyeshme, por mungon interesin nga qytetarët. Shumë ara. Përpara ka qenë shumë, përpara shkëshin deni të 30.000 copa, ja argjeshim mrena sezon. Tash jo, me 1.000 copa, 1.500, bo shkare me të qenë për 2.000 copa, që në saj e metë. 800 copa i ka mrena nga janë. Cila mendon se është arsyeja, ka rritje çmimit apo? Ka njerëz, rinia iken. Ndërsa njërin nga blerësit që takuam sot tha se vetëm produktet bujqësore i duken më të lira. Vim veç me këqyrë diçka për bujqësinë i sen me pas me ble. Kështu kushtet bujqësisë janë dopta. Atë tregu është shumë i shtrajt janë për këto tjera të sen, nëse për bujqësisë për këto tjera nuk vlenë kur gjohet, dopt. I paknaqur me çmimet në këtë hapësirë tregu u shpreh edhe Fikrim Popaj. Ka ndryshim pe vitit kalum, ka shumë ndryshim. Të marrë parasysh që tarnat e pensionit e këto s'kan lujt janë qashtu, ka ndryshim. Bele për mi 30% ka ndryshim. Çka për shembull këtu ju duk sot me një çmim pak më shtrajt? Çdo sent që pyeta, shakum marr ose shakum vetë vitin e kalum ka ndryshim bele për 20-30%. Faleminderit. Po, se për gjëra ushqimore mos vet. Për gjithë dit ka ndryshim. Sot e kime një çmim, janë ngritin një çmim si se ka pas kur, atëherë zbritin kësha pet në qatë çmim kësha kanë bu diçka. Po, kur nuk ka mbikëqyrje, nuk ka, janë çdo sent pa ushallë. Edhe qytetarë të tjerë të cilët nuk deshën të prononcohen para kamerës, thanë se megjithse tregtarët po përpiqen të ofrojnë zbritje, çmimet vazhdojnë të janë të larta dhe të papërballueshme për shumicën. Thyerjet e kukit mund të ndodhin si te moshat e reja ashtu edhe tek të moshuarit, por shkaqet mund të jenë të ndryshme. Madje te moshat e vjetra preferohet që intervenimi të jetë sa më i shpejt, që të mos shkojë deri te mpiksja e gjakut, kështu thot specialisti i ortopedisë Burim Sahaçia. Thyerjet e kukit mund të ndodhin si te moshat e reja ashtu edhe tek të moshuarit, por që shkaqet mund të jenë të ndryshme ndër gjenerata, kështu u shpreh doktori Burim Sahaçia, ortoped, duke treguar edhe shkaktarët e thyerjes së kukit. Karakteristike e thyerjes së kukut është te moshat e vjetra, si pasojë e lëndimit, pasojë e dobësimit kockave ose osteoporozës, tumoreve të ndryshme, si dhe përdorimit të pa kontrolluar të kortikosteroideve në raste të caktuara. Kurse te moshat e reja e kemi si pasojë aksidenteve, të cilat e dimë edhe vetë, për çdo ditë kemi aksidente dhe pozicionet e thyerjes janë shumë të afërta. Në momentin që ka thyerje të kukit, pacienti ndjen dhimbje dhe i shfaqen simptoma tjera, shtoi ortopedi Sahaçia. Kur kemi thymje, pacienti ndjen një dhimbje në regionin e inguinumit, mandej nuk mund ta çon komen, ta rrudh, nuk mund të shkel dhe e merr një pozicion koma lateral, ne thonë të jashtëm.
aty janë ato të cilat pacienti e vrenë që diçka nuk është në rregull me to, edhe normal traumat të cilën ka psu, e lidh me ato që diçka ka ndodhur. Sidomos të moshat e vjetra, preferohet që intervenimi të jetë sa më i shpejt, që të mos shkojë deri te pikësia e gjakut, për shkak që mund të jetë e rrezikshme për jetën, tha mesjerash doktori Sahat Xhia. Në kinema Hyri Hana mbrëm është shfaqur komedia shqiptare Luli dhe Goni Lemës, si një nga komeditë që ndërthur humorin e pastër me emocione të forta. Menaxherët e kinos thonë se do të bëjnë përpjekje që vazhdimisht të sjellin premiera në trend me kinematografinë botërore dhe shqiptare. Mbrëm në kineman Hyri Hana është shfaqur filmi shqiptar Luli dhe Goni Lemës, një komedi e cila trajton realitetin dhe stereotipet në shoqërinë tonë. Shfaqja filmave shqiptar në ekranin e kino Hyri Hana po vlerësohet shumë edhe nga filmdarshësit të pranishëm në sallë. Ka dhe me çfarë punon? Vizitojmë shpesh kinon Hyri Hana, edhe filmi i sapo dalur i ri na ka pëlqyer shumë. Kemi parë reklame dhe për atë kemi ardhur ta shikojmë. Bëj kujdes halet e to, e ka djalë të vetëm o. Edhe historia komedisë shqiptare Luli dhe Goni Lemës u mirëprit nga audienca si një histori interesante dhe një nga komeditë që ndërthur humorin e pastër me emocione të forta. Në komunën Gjakovës na ka bënë një shërbim jashtëzakonisht madh. Kino dhe normalisht që vime dhe vetë, i sjellim edhe familjes, fëmijët, sidomos filmat që shfaqen këtu, edhe premierat që shfaqen njerëz zakonisht qëllune, po më vjen mirë që kino e ka edhe një traditë që e runat punën që filmat shqiptarë duhen të jenë të parët ata që janë premiera dhe që shfaqen këtu në komunën e Gjakovës. Ndërkohë nga menaxhmenti i kinos pohuan se do të vazhdojnë të sjellin para publikut në Gjakovë premiera shqiptare dhe botërore me qëllim që adhuruesit e filmit të jenë në trend më të rejat e kinematografisë. Jemi sonte këtu në premierën e filmit Luli dhe Goni Lemës, një film shqiptar, ishte shumë i pëlqyer nga të gjithë. Është një histori tamam tipik shqiptare, për ata që nuk e kanë pa ju kisha ftuar gjithçysh më ardhi pa me datën 23 në orën 20. Ka sjell shumë të qeshura këtu tek ne dhe kinemoja vazhdon si gjithmonë të sjell filma shqiptar siç ka sjell edhe më herët. Në këtë film në rolet kryesuar luajnë Aurela Gaçe, Devis Çaushi, Fioralba Ponari e të tjerë. Skenariste dhe producente është Klaudia Brahimaj. Filmi Luli dhe Goni Lemës do të shfaqet edhe me datën 23 prill nga ora 20. Ej, pa që lutem. I thon kokë njeriu. Këngëtarja Jehona Sopi ka elektrizuar publikun me performancën e saj në Gjakovë. Në koncertin recital, Sopi këndoi kënga repertuari i saj plot ritëm me adrenalinë. Mbrëm në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakovë, këngëtarja Jehona Sopi mbajti koncert recital të cilin e emërthoi Jehon në Gjakovë. Në ndërgjimin e Don Ramadanit dhe përcjelljen e orkestrës Libertas, mbrëmja filloi me këngët nostalgjike që ndër viti ka kënduar solistja Sopi. Ajo tha se kishte zgjedhur Gjakovën për koncertin e saj recital, pasi ky qytet e vlerëson muzikën shumë. Kur kam realizuar koncertin e parë, kam pas shumë mesazhe për Gjakovës që duna patjetër me organizuar edhe një koncert Gjakovë, po kam shumë nostalgji. Kur unë kam kënu, kur kam qenë aktive, kam kënu jashtëzakonisht shumë në Gjakovë. Protagonistja kryesore kësaj mbrëmje Sopi gjithashtu vuri në dukje edhe interpretimin live si një mundësi e mirë për të përcjellur te publiku emocione të veçanta. Unë nuk e di çysh mundet me marrë epitetin ose emnimin dikush këngëtar nëse nuk din me kënu live. Të shumt ishin personalitetet që sonto gjenden në publik e këtij koncerti recital, mes tyre edhe këngëtarja Leonora Jakupi. Unë paka shumë e kom ditë të rjedhe në krejt koncertit se si do të zhvilloj, edhe me kom prisë se do t'jetë po kjo koncert dhe po kjo atmosferë. Unë konsideroj që ka munges të koncerteve të natyrës këngëve cilat i bën Jehona, ka munges të artistave cilat janë të gjeneratës më të vjetër në skenë,
Natyrisht rrymat muzikore kanë ndryshu, edhe gjeneratat kanë ndryshu, po megjithatë këngët e bukura mbesin gjithmonë të bukura. Fjalë të mira për performancë të këngëtarës sonte pati edhe këngëtarja Nora Istrefi. Kush shumë mirë, Jehona në kam shoqe ma te, edhe më pëlqej shumë, performanca, këngët, organizime, gjithçka shumë mirë. E ngazhdyar me duar trokitjet të publikut gjakovar, këngëtarja Jehona Sopi premtoi se do të ketë edhe organizime tjera në Gjakov. Ekspozimin e librave të ndryshme ka të përditshëm librashitësi Azem Zogaj. Ai thotë se këtë punë bën prej vitesh, duke përpjekur që të vizitojë sa më shumë qytete. Është librashitësi Azem Zogaj, i cili në të gjitha qytetet e Kosovës del me tavolinën e tij të mbushur me libra për të shitur ato. Të hënave mund ta gjesh në qendër të qytetit të Gjakovës, duke folur me adhuruesit e librave dhe bashkëbiseduar me ta për të shitur titujt e preferuar. Që 35 vite punoj kështu shesheve të qyteteve. Në Gjakov normal vim mbas lufte, se deri në 2000-ën kom punu vetëm në Prishtinë. S'ka pas mundësi me lëvizna për qytetet tjera. Mbas lufte vi edhe në Gjakov, vi në 2-3 javët të hanëv, si ditë pazari. Zogaj thotë se nuk mund të konkludohet asnjëherë se a lexojnë apo jo mjaftueshëm njerëzit. Leximi është përgatitje profesionale, është pasion me lexu, sidomos përgatitje profesionale. Duhet me ditë çka lexon, duhet me ditë edhe çka kërkon, edhe çka blen. Librari Zogaj ka më shumë se 3 dekada që bën këtë profesion, duke shëtitur pothuajse në të gjitha qytetet e Kosovës. Handbollistët e vllaznimit pas një viti qëndrimi në ligën e parë janë rikthyer në Superlig. Trajneri Uran Luzha thotë se inkuadrimi në Superlig na detyron të gjejmë sponsor shtesë për të ruajtur qëndrueshmërinë financiare të klubit. Klubi i handbollit vllaznimi Mbrëmë dhe zyrtarisht është bërë kampion i ligës së parë të Kosovës. Kuqizin pas ndeshjes me Drenicën, të cilën e zhvilluan në palestrën e sportit Shaninushi në Gjakov, festuan inkuadrimin në Superligën e Kosovës dhe shpalljen kampion në ligën e parë. Uran Luzha, koordinatori i klubit, vuri theksin të rrugtimi i handbollistëve në ligën e parë si një rrugë me shumë sfida, por e finalizuar me sukses. Mu e them u konë një rrugtim shumë i vështirë për ne, mas pare kemi startu në njërë shumë të keqe, domethënë kemi startu me 6 lojtarë, mas ne si shpeshe, vetëm sezonën e dytë, në sezonën e parë kena përfundu në vend 5, sezonën e dytë jena duhet me hinë all-in, domethënë si nga ka vyt me fitu gjitha ndeshjet. Ato e arritëm në fund, u bom kampion i ligës parë, edhe pse që nuk është mu gëzu të ekipa jonë, se na kur si jemi konë kategorinë e parë, është era parë që jemi, e bom një shëtitje dhe i hymë, por pikrisht është një gëzim i madhë, se pikrisht i vjetë është 70 vjetori i klubit, edhe dashtëm që në kuadër 70 vjetorit klubit jetë në Superligë. Luzha tha se inkuadrimi në Superligë do të nisi me angazhimet shtesë në sigurimin e donatorëve për një stabilitet të klubit sa i përket financave. Ligji i sponsorizimit e mundson Federatën e handbollit dhe Federatën e basketbollit, besoj që si vjet do të kemi donatorë të cilët na japin, ato shkojnë zotune me listë, domethënë nga qeveria e Kosovës, prandaj lus donatorë që të vinë. Gjakova ka një potencial, Gjakova i ka 10 lojtarë që luajnë Superligë, të cilët nuk luajnë vllaznim. Gjakova ka një kostur shumë tull që të bëhet kampion me pak pare. Ndërsa kapiteni vllaznimit Vitar Mamusha inkuadrimin në Superligë ja dedikoi të gjithë tifozëve e Nevezanti kuqezinëve të Jakovës. Ne kishim një sezon me shumë sfida, por arritëm që të kurorëzohemi vendin e parë. Këtë dedikim kupën ja dedikojmë të gjithë tifozëve tonë gjakovuar, posaçërisht kuqezinëve të Jakovës, të cilët çdo lojë si vendas na kanë përkrahur me gjithë zemër.
Kuqezin ndeshjen e mbrëmshme e fituan pasi ekipi mysafir Drenica u ankua në ndarjen e drejtësisë së gjyqtarëve, duke mos pranuar të vazhdonin ndeshjen të cilën vllaznimi po e fitonte, prandaj si rezultat e kësaj pakënaqësie lojtarët e Drenicës u larguan nga fusha dhe fitoria u takoi gjakovarëve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me diell dhe vranësira kanë bizotruar ditën e sotme, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 25 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti ndryshueshëm, me temperatura që do variojnë nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Moti ndryshueshëm pritet të mbizotrojë edhe të mërkurën, me temperatura që do variojnë nga 10 deri në 23 gradë Celsius. 10 deri në 21 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së enjtës, karakterizuar nga moti vranat e merreshje shiu. Edhe për të premtën parashihet të jetë moti vranat e merreshje shiu, ku temperatura minimale do të jetë 10 gradë, ndërsa maksimalja 19 gradë Celsius. Të shtunën pritet të mbizotrojë moti vranat e merreshje të kopaskoshme shiu, me temperatura të cilat do variojnë nga 10 deri në 19 gradë Celsius. 9 deri në 19 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së diel, ditë kjo që do të karakterizohet nga moti vranat e merreshje shiu. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dështon sërish zgjedhja e kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Qytetarët shfrytëzojnë hapësirat e lumit Drim për të relaksuar, por harrojnë t'i largojnë beturinat kur largohen. Në kinema Hyri e Hana shfaqet premiera e komedisë shqiptare Luli dhe Goni Lemos. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.